Në mënyrë imponuese, kjo mbledhje u detyruat merrte një vendim që s'mund ta merrte. Pra mori vendim që të gjithë anëtarët e Partisë Socialiste, çdo organizat, çdo forum, çdo kryetar partie në rreth, kjo asamble, kryesia e partisë, kongresi i partisë, delegatët të zgjidhen me përjashtim të një socialisti që është kryetari i partisë. Pra imenoni një parti ku gjithkusht zgjidhet, por kryetari i partisë jo. Dhe këtë konsideroj një gjë arbitrare, me thash dhe aty, kryetari i partisë mori një mandat të përhershëm. Shpresoj mos jeni përjetshëm se s'ka mundësi. Do të vendosi kongresi për mandatin? Jo, është e gabuar. Kongresi nuk kishte pse vendoste për mandatin e tij, sepse afati i mandatit kryetarit të partisë ka skaduar në vitin 2013. Pra e çon në vitin 2016. Dhe nëse kongresi nuk e vendos, e çon në vitin 2020. Kur ka zgjedhje për kryetarin e Partisë Socialiste. E thash brenda, më vjen keq. Po është për të qeshur dhe për të qarë, është partia më unike në planet, që zgjedh çdo njeri përveç kryetarit vet. Shpresoj të kem gabim, po ky është vendimi që u mor sot, edhe ju përveç se gazetar jeni dhe qytetar të vendit. E si mund pranoni që partia e qeverisë nuk është demokratike, që nuk zgjedh kryetarin e vet, i cili thotë kur humb zgjedhje thotë ta ndryshojmë statutin sepse i humba padashje. Po çfarë mund bëjnë gazetarët kur vetë deputetët e Partisë Socialiste nuk janë të shqetësuar përveç jush? Nuk ishte pyetje për ju, më ja thash si qytetar, bëni çfarë doni. Votoni prapë për kryetarin e Partisë Socialiste jashtë partisë, s'ka gjë. Moment më bëj pyetje. Zoti Rama ju ka thënë që ju keni bërë një betejë kundër Partisë Socialiste, ndërkohë që gjithë Partia Socialiste po bën një betejë për të marrë vota në përsëritje. Pyesë zoti Rama për këtë, po unë nuk përgjigjem për këtë gjë. Unë s'do të bëj një debat ekonomik s'ka marrë për të arsye këtu, megjithëse thash sot që do ishte mirë që kjo mbledhje mos devijonte. Çdo më thënë devijim. Fakti që konsumuam kaq shumë kohë për një gjë a priori të vetkuptueshme, sepse nuk mund mbledhet Parlamenti i Shqipërisë dhe vendosi që mos ketë zgjedhje një herë në vit. E pranoni ju? Parlamenti i Shqipërisë mbledhet nesër dhe thotë nuk ka zgjedhje për afat pacaktuar të përgjithshme. Këtë bëri kjo asamble sot. Vendosi një gjë që s'kishte drejt. Pra unë nuk doja që devijonte debati këtu se zgjedhjet për kryetarin e Partisë Socialiste duhet ishin të mirëkuptueshme. Do të kishte zgjedhjen ditën që ai i ka marruar mandatin. Dhe besoja që kjo asamble duhet kishte arsye për të bërë debat për ekonominë, sepse besoj që ekonomia nuk është në ditën e veta më të mira. Papunësia është rritur, arsye për migracionin janë rritur, borxhi është shumë i lartë, borxhi është vështirë të paguhet, korrupsioni është rritur, këto janë debat, taksat janë bërë më të vështira, nuk ka një ekuilibër logjik taksash, dhe besoj që kjo asamble, ashtu si kongresi i jashtëm, do kishin arsye për të folur për këto tema, në fakt folën për gjëra që s'duhet të flisnin. Po si e shpjegoni zoti Blushi, si e shpjegoni që gjithë këto problemet që ekzistojnë? Pse mendoni të përjashtojnë se kërkojnë zgjedhje në parti? A ka një parti që të përjashton se kërkon zgjedhje? Nëse kjo parti është e gatshme ta bëjë, jam më impresion. Si e shpjegoni votën për Partinë Socialiste dhe koalicionin e Majt pavarësisht gjithë këtyre problemeve që ekzistojnë? Unë duket vera si Merkel dhe Edi Rama, ti i bën pyetje zakonisht atyre, jo mua. Zoti Blushi, lutem pyetja fundit. Nëse do të kishte zgjedhje për kryetarin, ju do të ishit një nga kandidatët?